na e mbushën makinën plot si shikoni prindrit, edhe na nisën për kurbet, pasi ndonjë një darkë në Gjirokastër, edhe tham të dalim, me që e kanë zbukuruar kaq shumë edhe kaq bukur Gjirokastrën, edhe te qafe pazarit këtu sidomos, që morëm këtë çokoladën tjetër e nxehtë, që dhe kjo ishte kështu e trashë, por kishte shije të mirë, okay. Tani, fletëm një darkë në Gjirokastër siç u thashë, të nesërmen pim edhe një çokoladë tjetër edhe një kafe për mëngjes, edhe unë nisëm avash për kakavi, se tham nuk i dihet, mund të ketë radhë. Shqyqur nuk ishte radhë, ishin boshë edhe nga anë shqiptarit edhe nga anë grekut, edhe kaluam për 10 minuta rehatë. Koha ishte diell, sado që jashtë bënte pak ftohtë, por nejse dhjetori na ka bërë kohë të mirë edhe në Greqi dhe në Shqipëri. As bor, as shi, as edhe një gjë. Unë nisëm me ditë edhe arritëm në darkë, edhe me që mami na kishte në gjithë ato gjëra me vete, po duheshin gatuar dhe neve ishim të lodhur, dolëm jashtë të ham, si shikoni, diçka të lehtë, po, djetë pas pushimeve, pas vitin e ri u kam thënë. Ciao!